Dhe mund ta trajtoni, siç u tha shumë mirë kollega zoti Braço, më mirë se unë, në komisione dhe në gjitha përgatitjet parlamentare, në mënyrë serioze të bazuar në fakte dhe në argumente. Jo duke marrë mikrofonin për procedurë dhe të përhapni një panik që në përshtrimin tim personal nuk ekziston, pa patur fare merak se çfarë pasojash sjell ajo për ekonominë e vendit edhe për psiqikën kombëtare, nëse doni ta dini. Zoti Klevis Balliu, fjala procedurë. Duke po tentoj të mirë kuptoj të gjithë diskutimin, por një gjë dhe besoj këtu bijem dakord të gjithë, qytetarët kanë më shumë besim tek fjalët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se sa tek ne tek kjo sallë. Dhe pikërisht për atë që ju përngrini për sigurinë dhe qetësinë, apo jo? Nuk na nderon, por është një fakt, dhe pikërisht për atë që ju po ngrini për çështjen e sigurisë, do të ishte mirë që të merreshe një mas tjetër dhe jo temi hamendësime.